Zonja Osmani, e cila aktualisht vazhdon të jetë presidente e Republikës së Kosovës, ka obligim institucional, kushtetues, personal, të tregoj me emra dhe mbi emra kush janë këta njerëz të papërgjegjshëm. Dhe mbi gjitha, nëse janë njerëz të rrezikshëm, jo vetëm se duhet ta bëj të qartë për qytetarët, por edhe është mirë të tregoj, nëse ka qenë në njëri të këtyre planeve, çfarë ka ndërmarrë ajo si presidente që t'i pengoj këto plane të rrezikshme. Është obligimi i saj dhe është përkeqardhje të dëgjohet një deklaratë e tillë. Do të shohim shumë pak, unë nuk besoj që ka asnjë arsye të merret pjesë në një takim të tillë, për faktin e thjeshtë, siç e tham, se ky është një veprim jo vetëm që bjen ndesh me kushtetutën, por edhe një veprim i nxituar dhe që nuk është në interes të vendit. Deklaruat disa herë që Vjosa Osmani ka shkelur kushtetutën për me shpërbërjen e kuvendit, e bajtut, nëse mund të çuj të shtontojza këtë pjesën e shkeljes kushtetutës, por pikërisht partia ju Vjozën e Arnavallës jeni ajo që keni shkel kushtetutën, çka keni për të thënë që pse po shpreh kaq sigurt se është shkelje kushtetutës, duke marrë parasysh që nuk keni bashkëmbëllim më i mirë për shkeljen e kushtetutës. Kjo është interpretimi juaj, nëse doni të krahasoni edhe të ktheheni edhe një herë të vendimi që unë kam marrë, i cili pastaj u kontestua nga gjykata